Përmirësimi i kushteve dhe ambienteve të mësimdhënies dhe i kërkimit shkencor janë në prioritetet e Universitetit Luiq Gurakuqi të Shkodrës për vitin e ardhshëm akademik. Në këtë periudhë të këshillimit të karrierës me maturantët, si dhe gjatë prezantimit të ofertës akademike, rektori Tonin Gjuraj shprehet se krahas shtimit të programeve të studimit, po bëhen përpjekje të vazhdueshme për të siguruar mbështetje nga pushteti qendror dhe vendor për realizimin e disa investimeve të domosdoshme në godinat e fakulteteve. Jo vetëm nga pamja jashtme, po edhe brenda godinave ne kemi filluar përmirësime infrastrukturore, do kemi edhe investime, sidomos te Fakulteti i Shkencave të Edukimit, tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe tek rektorati, po bëjmë përpjekje maksimale edhe në një dialog dhe kontakt të drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit që të mund të shtohet mundësia e buxhetit për investime. Kemi patur këtu mbështetjen edhe Bashkisë së Shkodrës, të cilën përfitoj nga rasti ta falenderoj, dhe aplikimet e tjera që kemi bërë në projekte që kanë bënë me infrastrukturë në aksh, dhe unë besoj që duke i kombinuar gjitha këto së bashku, do të mund të kemi një infrastrukturë për vitin e ardhshëm akademik më të përmirësuar. Sipas rektorit Gjuraj, universiteti ka nevojë për ambiente të reja mësimore dhe kërkimore dhe aktualisht është në pritje të miratimit të kërkesës për kalimin në administrim të 2 godinave të Spitalit Rajonal të Shkodrës me qëllim përdorimin e tyre për nevojat e institucionit. Ne kemi nevojë për hapësira shtesë dhe insistoj përsëri tek ato 2 godina që unë i kam përmendur disa herë. Një kërkesë e vazhdueshme gjatë viteve të fundit nga rektorati i Universitetit Luiq Gurakuqi mbetet mbështetja institucionale për realizimin e projektit DES për ndërtimin e kampusit universitar në Shkodër, një investim që synon modernizimin dhe zgjerimin e hapësirave akademike.